Sa shpenzon ti në Kosovë kur vjen ti? Une, për besh, zdive shumë. Shumë. Ndoket, me shifër kështu, është pak problem me thonë, se mbarë tash... Po e ke një shifër, sepse zakonisht ti vje me disa para, edhe këto i ndonë për Kosovë kur vjen. Ose për pushime që kemi bo. Kështu që tregom sa shpenzon. 5.000? Une kam marrë prej mas lufte një 70 herë në Kosovë. Po? Një 70 herë. Tash me llogarit veç udhëtimi shkurë e ardhje është dikon 1.000 euro. Po. Thejmë kështu një rrugë. Po? Veç që shkon e vjen. Shkon me kerë dhe kthehesh. Po? E tash ti pak komergjimtar, si ka pak punë, themi kështu punën e ka sigurt ose është pak më gjatë këtu, që vjen pa pakten, po tham minimumin 3.000 euro, deri në 7-8.000, deri në 8-9.000 mbaret, a ka ndonjë dasëm, a ka më ndihmu diçka familjes ekstra këto gjëra. Deri në 10.000 euro po e lam që i harxhon për një verë. Kur ka me ordal, bata? Më na vizitu pakat. E sa kohë filloni këto kursimet? Kursimet? Jo, s'di, duhet me pas një farë lloj organizimi, tham kështu, financiar ose ekonomik të familjes. Nuk ki nevojë të fillash me kursime, si të kthehesh prej verë